konspiracion i Prishtinës, riciklimi i krizës nuk kupton zgjedhje tjera. Më lejoni ta konfirmoj edhe një herë, as nuk kemi pas ftesë, as nuk kemi afru as kujt. Parimet gjithëpërfshirëse sipas rezultatit të fundit zgjedhor e njohin të drejtën e partisë parë dhe i njohin të drejtat tona si parti politike me peshën që e kanë dhënë qytetarët e Republikës. Takime nuk ka pas, deri tani që po flasim, sepse nuk ka pas asnjë ftesë. Edhe ne kemi dalë me parim politik, kemi thonë që procesi politik kërkon që Kosova me vendos normalitet dhe stabilitet institucional. Kjo është ajo. Pjesë tjera janë spekulative, janë konspiracion i Prishtinës. Tashmo ditë që një varë lloj kryeqyteti i konspiracionit jemi tashën i kohë, sepse kemi kriza politike. Përderisa ka kriza politike, ka me qenë tillë, politika është imune ndaj saj, është imune ndaj çdo oferte politike. Ne i përmbami parimit të ndarjes së drejtë, që me qenë gjithëpërfshirës, në ndë që projekte strategjike, programe strategjike, proceset e mëdha të Republikës do të mund ditë cilat janë, edhe me ndërtu bashkëpunim procese, dhe këtë e fundit dhe më pak e rëndësishme është ndarja e përgjegjësive. Kjo është ajo që po sillen gjitha partitë politike, e pranun apo se pranun, dhe këtë proces ne kemi inicu. E kundërta kësaj është diçka krejt tjetër, po e vërteta është kjo. Dashnia nuk flas në emër të LDK-s përveç të vërtetës. Jemi në kuadër të parimeve politike, këto janë ato cilat besoj këto ditë kanë mos bardhë. A janë apo nuk janë pjesë e bashkëpunimit? Sepse zgjedhja është shumë e mirë, ose të çojmë vendin në stabilitet institucional dhe në bashkëpunim, përmes bashkëpunimit, ose riciklohet kriza. Riciklimi i krizës nuk kupton zgjedhje tjera për cilën ne po punojmë me parandalu. Qytetarët nuk pedojnë, qytetarët kanë kërkuar që me votën e tyre as mos sjell arrogant nëse ke morë shumë besim, por as mos sjell ndryshe bllokues nëse ke ma pak besim.